Dhe i rikthehemi përsëri rubrikave tona të nderuar miq. Menjëherë tani do të shohim këtu dy profesorët tanë mendje ndritur me rubrikën e tyre Mozaik Folklorik. Më pas do të lidhemi me dhomën e lajmeve ku do të informohemi për lajmen më të fundit nga vendi dhe bota dhe në vazhdim do të kemi këtu një prodhim gjigant të Porto Channelit, atë që quhet telenovela Indiau, Njësorau, Dashurau. Për momentin Mozaik Folklorik. Përshëndetje të nderuar dhe teleshikues, mirë se erdhët edhe sot në Mozaik Folklorik. Pështetje dashur zhu, ku ja shiri të i da zhu. Prej meje të bukri si Angelina Jolie, në Prishtici shtrihiga për pardhës. Sot të nderuar teleshikues, do të flasim për gjuhën e Shqipe. Qa gjuhë Shqipe, thoj të jortoj shësh? Po qarë gjuhë Shqipe? Dhapa Shqipe, ortoj shësh. Si ori lapa Shqipe? Ua dhapa, e shaj, lapa shqipe. Mirë, dakor. Të nderuar teleshikues, këtu në tabelë kemi dhe alfabetin e gjuhës Shqipe, i cili ndahet në zanore dhe bashkëtingëllore. Zanoret na ndihmojnë të shprehim gjendje emocionale të ndryshme. Për shembull, shkronja A na ndihmon të shprehim habi, profesor. Jo, kurse shkronja A na ndihmon me shprehjen e dëshirën e shef. Si dëshira, për shembull? Dëshira është Ori, profesor. Na tregoj çik shefin tani, a? Shefi? Ori, profesor. Lëre, dakor. Po shefi mund të shprehet edhe me zonorësira. Për shembull? Lëre, dakor. Shto. Dakor. Atëri, gjuha Shqipe i dashur profesor të nderuar teleshikues, ka dhe dy ndarje të tjera, në gjuhën gegë dhe gjuhën toskë. Ajo që i dallon këto dy dialekte janë aja undore me ënë theksuar, po e shpjegoj më konkretisht. Për shembull, nana, nene, baj, bëj. Femna. E ku ka ndryshim këtu? S'ka ndryshim, po ka femna. Ori, profesor. Të nderuar teleshikues, një nga gjërat që ne përdorim më shpesh në gjuhën Shqipe janë edhe shkurtimet. Për shembull, më konkretisht, neve shkruajmë R për të simbolizuar rruga. Jo. Po shik jo ortoj shosh ma zhi shik mu V, pajk K, pajk M. Çfarë është kjo, ore? Vendimi Këshillit Ministrave. Po mirë, pse shkruhet VKM kjo? Po ashtu bo. Dakor, lëre. Atëre, profesor, neve kemi një problematik tjetër shumë të madhe, e cila është përdorimi i fjalëve të huaj, profesorë. Po, ortoj shosh. Për shembull, jo penxhere, neve kemi fjalën e bukur Shqipe dritare. Jo pallua, neve kena fjalën e bukur Shqipe palloshi. Ori, ta kuptojmë këtë gjë më eksaktësisht tek fjalia, urdhëro, lexojmë fjalinë, Arta e ndau artanin, bile, i tha se nuk e donte më. Mo, bre. Profesor, më nënvizon fjalin e gabuar në fjali. Artani. Më falë, ma shpjego pëse na që ka i gabuar i Artani? Po se, a ka ma pudol se Artoni Artaj shosh? Se, ore? Po si merë për nuse i gruk. Ore, profesor! Do me thonë si merë për nuse një hartë si Arta. Dakor, ma jep tu. Fjala e gabuar është bile. Mo, bre. Po! Kjo dashur zhus, jo se është e gabume, po hartës i përsheme e thonë ryshe. I përsheme e thonë ryshe në numri shumës. Si ndryshe se nuk po të marrë vesh tani. Madje. Dakor. Një nga fjalët tjetër që përdorim neve, profesor, është edhe një fjalë ndërkombëtare. Futboll. Si mund ta bëjmë këtë në Shqip, profesor? Për gjuhë shqipe, për kampionatin tonë shqiptara. Futboll. Fote bje. Shashtu.
Jam më shumë dakord sepse fut e bjerë çuditërisë është eksakte për të dy në ndarje, gjuhën gege dhe gjuhën toskë. Po dashur gjus, ne kena edhe një gjuhë tjetër shtu në Shqipëri që shuhet gjuha bllokut. Si ure gjuhë e bllokut, nuk ka gjuhë bllokut. Se s'ka gjuhë bllokut. S'ka ure. A këta ne he bllok toj? Kam dalë ure. Po edhe tash si na uniru vizat kena dalë bllokër toj, shoq. Gjuhën e bllokut toj shoq, sa i thoni ju më gjuhën tuj zemra ime? Në gjuhën tonë zemra ime, zemkirka i vogël. Shikeri shta gjuhën. Juve si i thoni? No ti bro që i thojna, lëfka jeme, të më Dakord, po zemra ime në gjuhën e bllokut? Amore mio. Prap nuk arrit ta kuptoj. Ja shet tash gjus, që kjo është një mesazh që i shkruajnë tritë sotëm gjuhën e bllokut. Sentu shpirti Ne jem... të që s'te i me shpjegu të jortë. Lol x që kena fol tak më atë këtë gjë. Ç'është kjo mo? Orë shësh. Po. Mesazhi është i ka shku shpirtit tem, që fëtë du orë shësh. Më poshtë, Testi është. Orë shoshje. Për që ata që kena fol, takojmë mraha dhe mis hartëve. Dakord. E kuptova, që të këtë gjë e di vetë, të kam gjanës kjo. Jo. Si? Ta lep. Ori, profesor! Hopre! Shërto! Të nderuar teleshikues, urojmë që t'ju kemi ndihmuar dhe ndriçuar diçka në gjuhën shqipe. Dashur gjus, edhe për sote kena për ta mbyll me gjuhën e mesazheve të bllokut. Natë e mirë Natë e mirë të gjithëve!